Zhjith kur gjabë, din, tash në mëjë më Sa i përket përçarjes, kush mendon që e ka pru përçarjen ma shumë diasporë dhe vendas? Politika ka pru përçarjen në ekstrem. E kanë shfrytzu patriotizmin e tyne, diasporës e kanë shfrytzu mlefin ndaj vendit që e kanë pas e kanë shfrytzu atë mallin për vendin, edhe e kanë pru në këtë deregje që jemi sot, fatkeqësisht. Mos nuk guzojnë amishit as diasporën, dashnin e diasporës, as dashnin e njerëzve që jetojnë këtu. Nuk ka të bëj kjo me njerëz që jetojnë Kosovë, kjo ka të bëj me politikën. Politika është fajtori kryesor, i cili na sot përballemi me çdo muhabete. Sot politika që na ka pru, përçarje mes diasporës Kosovës, përçarje kanë filluar me bë mes vendeve, qytetin me qytetin, përçarje mes njerëzve krahut luftës edhe krahut paqes, të lapsit të atë letrave, e që kjo është ajo, politika e ka shkatru, momentalisht është e shkatru me çdo lloj raporti, edhe me vlla. Sot e ka raportin e Krist për arsye të politikës. Që kjo është problemi. Diaspora mirë se vjen, po jo me u shpall hero, kur 30 ditë, kur ki nevojë ti, e mas 30 ditë mos me tron mend për ta. Që kjo është problemi. Albert? Edhe mendoj që politika e ka polarizu pra dhe diasporën edhe